Zonë dhe zotrimi mëngjes, unë jam Enida Ndoci dhe do t'jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për të njohur më të reja dhe zhvillimet më të fundit. Do të nisim pa humbur kohë në këtë çast me gjykatën e posaçme që kalon për gjykim dosjen në ngarkim të ish-drejtorit të ARSH-s Evis Berberi si dhe personat e tjerë që janë marrë tashmë të pandehur për këtë çështje. Berberi kishte kërkuar gjykim të shkurtuar, por gjyqtari i seancës paraprake ka thënë se për këtë do të vendos trupa e themelit. Ditën e sotme do të kem kolegun Fation Gjine, i cili do të na jap detaje më të hollësishme. Fation, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Aneta, të përshëndes. Gjykata e posaçme ka vendosur kalimin në gjykim të dosjes në ngarkim të Evis Berberi dhe një sër subjekteve të tjera, përfshirë zyrtar, antar të komisioneve të vlerësimit ofertave, biznesmen e persona të lidhur me dosjen hetimore ku numri i personave është mbi 20, si dhe shoqërive që kanë statusin e të pandehurve dhe janë nën akuzë. Me këtë vendim miratohet kërkesa e prokurisë së posaçme, e cila disa muaj më parë ishte drejtuar gjykatës për kalimin në gjykim të kësaj dosje, ndërkohë që gjykata ishte përpara versioneve për kalimin në gjykim, kthimin pas përplotësim aktesh ose pushimin e çështjes, duke miratuar në këtë formë edhe kërkesën e SPAK që Evis Berberi, ish drejtori i ARSH-s, një prej drejtorive më të rëndësishme të ministrisë së drejtuar nga Belinda Balluku, tashmë i pandehur për të paktën 2 procedime penale, të kaloj për gjykim. Ish drejtori i ARSH-s kishte kërkuar gjykim të shkurtuar, por në seancën paraprake u vendos nga tokat e zeza se nuk mund të shprehej në këtë moment lidhur me këtë kërkesë, por gjatë shqyrtimit në themel. Mbrojtja e Berberi pretendoi se nuk provon akuzat dhe e la në vlerësim të gjykatës në rast se hetimet janë apo jo të plota, si dhe për pranimin e kërkesës së tij për gjykim të shkurtuar. Një pjesë e personave, si pjesë e personave në këtë dosje ishte edhe Walter Begaj, që ka kërkuar gjykim të zakonshëm dhe në fakt është i vetmi në listën shumë emërore ku përmendim personat juridik si Net Group, person juridik Dam SHPK, si dhe personat fizik, një listë gjatë emërore duke filluar me Eralde Lezin, Elvis Lamin, Genti Raça, Gentian Gjyli, Gëzim Noni, Jetmira Dervishi, Kamelia Tafaj, Orion Islamaj, Shkëlqim Blusha, Valbona Pepa e tjerë janë lista e personave që tashmë do duhet të përballin pretendimet e tyre me SPAK. Shkurtimisht mund themi se kjo dosje nisi si hetim penal vite më parë, zgjati për një periudhë relativisht të gjatë faza hetimore dhe në përfundim u arrit që nga prokurori Dritan Prençi të grije edhe akuza ndaj zyrtarëve dhe biznesmenëve që kishin të bënin me raste korrupsioni, shpërdorimit të tyre, dyshime për pastrim parash, por edhe të shkeljes barazisë në tendra, që është edhe vepra kryesore sa i takon mënyrës se si kanë vepruar zyrtarët e lartë shtetëror. Kompani të krijuar në emër të miqve të zyrtarëve të lartë pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, dyshohet se fshiheshin përmes personave të tyre të afërm, pronar faktik ishin ata vetë. Okej, kemi një problem me komunikimin me kolegun Fation Gjine, vetëm për pak çaste do ta kem sërish në lidhje të drejt për drejt, pra bëhet fjalë pikërisht për gjykatën e posaçme që kalon për gjykim dosjen në ngarkim të ish drejtorit të ARSH-s Evis Berberi ditën e sotme, si dhe personave të tjerë të cilët janë marrë tashmë të pandehur për këtë çështje. Nuk e di nëse kam sërish Fationen. Fation, jemi në këtë moment të po. Po. Siç po theksonim, drejtor të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, përfshirë zyrtar të këtij dikasteri, është përdoruar ndëtyrën apo në barazinë në tendra, duke paracaktuar fitues që Okej, do ta kemi vetëm për pak çaste sërish, do të lidhemi sërish me kolegun Fation Gjinaj, me njëherë pasi të kemi edhe njëherë audion e plot, bazuar në dhënat e zbuluara në celularet e sekuestruar në shtëpinë e shkreut të autoritetit rrugor shqiptar, SPAK ka çelur tashmë disa dosje të tjera penale dhe ka ngritur akuza për shkelje të barazisë në tendera e kryer në bashkëpunim edhe për zëvendës kryeministren dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku lidhur me tenderin për ndërtimin e tunelit Llogaras
dhe po ashtu edhe për tenderin loti 4 Unaza e Madhe. Belinda Balluku është e pezulluar nga ushtrimi i funksioneve me vendim të gjykatës posaçme dhe i është ndaluar e drejta për të dalë jashtë vendit. Lidhur me çështjen e saj, pritet vendosë gjykata kushtetuese vënë në lëvizje nga kryeministri Edi Rama, që kundërshton në këtë rast pezullimin nga detyra të numrit 2 të qeverisë, ndërsa apeli posaçëm pritet të shpallë datën për shurtimin e ankimimit Ballukut dhe të dy vartësve të saj, Gentian Gjyli dhe Eraldi Lezi, të cilët tashmë ndodhen në masën e arrestit në shtëpi. Detaje të shumta kanë dalë në lidhje me ato çfarë ka ndodhur përgjatë gjithë kësaj kohe, takime me kryeministrin Rama të Belinda Ballukut, që kanë zgjatur me orë të tëra më njëherë pasi është publikuar lajmi, por do të shohim se çfarë do të ndodhë ditën e sotme. Po Fation. Po Neta, siç po theksonim, dosja tashmë për këtë grup zyrtarësh që përdorën funksionin për të dërguar para dhe në vlera të konsiderueshme deri në miliona euro të koncesioneve prokurime publike në llogaritë e tyre përmes kompanive pas të cilave fshiheshin drejtorë, një skemë ngjashme e drejtorëve të Belinda Ballukut me ato të Erion Beliajt të Bashkisë Tiranë, të cilët u proceduan në kuadër të dosjes PSD. Tashmë ata do të përballin argumentat e tyre dhe kundërshtimet e gjetjeve të SPAK në gjykat dhe pritet të jetë një proces i gjatë, duke qenë dhe mbajtur në konsiderat se bëhet fjalë për një numër të lartë personash që janë në akuzë lidhur me këtë çështje. E qartë. Ndërkohë do doja të dija pak edhe në lidhje me atë që mund të cilësohet si kërcënimi i gjyqtarëve, Fation, nga ana e kryeministrit Rama dhe reagimi i gjyqtarëve që ka qenë deri diku i fortë, sulmet e fundit kryeministrit ndaj tyre, me sa duket tashmë ndaj gjykatës kushtetuese do të marrë vendim për Belinda Ballukun dhe ka sjellë një reagim nga ana e shoqatës kombëtare të gjyqtarëve të Shqipërisë. Çfarë detajesh kemi në lidhje me qëndrimin e tyre? 12 dhjetori është afër datë kur gjykata kushtetuese do duhet të shprehet lidhur me ankimin e shefit të qeverisë Edi Rama për zëvendësën e tij, zëvendës kryeministren e pezulluar, njëherë ministre e infrastrukturës dhe energjisë, e pezulluar për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera, kryer të paktën në 2 procedura për tunelin e Llogaraz dhe njëkohësisht edhe për lotin e 4 të Unazës së Madhe të kryeqytetit, ku gjetën shkelje të konsiderueshme dhe të theksueshme në procedurat e prokurimeve publike me fitues të paracaktuar dhe me veprime që bien ndesh me procedurat ligjore të koncesioneve publike private. E teksa 12 dhjetori po afron, kjo datë shkakton dhe vijon të shkaktojë tensione dhe polemika e deklarata që politike, por tashmë edhe nga vetë organet e drejtësisë. Është shoqata e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, e cila ka bërë një reagim i cili duhet theksuar është mjaft i fortë, ku shigjeton drejt për së drejti kryeministrin Edi Rama për presione ndaj organeve të drejtësisë. Do të lexoj disa fragmente të një deklarate të bërë ditën e sotme nga shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Shqipërisë, e cila thotë se kanë ndjekur me vëmendje prej disa ditësh komunikimin publik të kryeministrit të vendit lidhur me çështjen gjyqësore në ngarkim të zëvendës kryeministrës dhe ministrës infrastrukturës dhe energjisë, e cila është duke u shqyrtuar në të njëjtën kohë nga gjykata kushtetuese si dhe nga gjykatat e posaçme. Për të kujtuar shkurtimisht këtu, gjykata e shkallës së parë ka caktuar mas pezullimi nga detyra të Belinda Ballukut, e gjithashtu 2 masa arresti në shtëpi për 2 drejtorët e saj, Eraldi Lezi dhe Gentian Gjyli, si dhe për Ballukun masën e ndalimit të daljes jashtë vendit, që kryeministri e ankimoi e kundërshtoi në kushtetuese duke shfrytzuar pozitat e tij si shefi i ekzekutivit, një cilësi që vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematikë, e cila është pjesë e jurisdiksionit të pushtetit gjyqësor. Thot shoqata, nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga i gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështjen në fjalë. Për herë të parë, një përfaqësi gjyqësori që mbron interesat e gjyqtarëve të Republikës, siç është shoqata e gjyqtarëve të Shqipërisë, e shigjeton kryeministrin drejt për drejt, ku thotë se
ndaj organeve të drejtësisë, po ushtron presion të drejt për drejt. Gjithashtu, mesazhe të tilla vijnë shoqata të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë, synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata rithekson se ndarja e balancimit i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore, apo që ulë reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. Komisioni Evropian në raportet për Shqipërinë ka adresuar si shqetësim vazhdimin e përpjekjeve të ndërhyrjes dhe presionit ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtar të lartë publik dhe politik, thotë shoqata. Gjyqtarët janë të pavarur dhe i nënshtron vetëm kushtetutës dhe ligjeve, e si të tillë, qëllimi i misionit të tyre nuk është fitimi i pëlqimit të shumicës së publikut apo një pjesë të tij, por zbatimi me fanatizëm i vulletit të sovranit të shprehur në këto akte. Vendimet gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime, pasi sistemi demokratik i qeverisjes vepron brenda kufive që i përcaktohen nga standardet e shtetit të së drejtës dhe zbatuesit final të këtyre standardeve janë gjyqtarët. Në këtë kuadër, thotë shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, fton dhe i kërkon secili zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera, pra legjislativ dhe ekzekutiv, që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohen nga çdo sjellje që sonon atë. Në përfundim, thotë shoqata, ndërhyrja në veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë zhvillimit të procedurave gjyqësore përbën formën më të rrezikshme në shkeljen e parimit të ndarjes së pushteteve, pasi ka si qëllim deformimin e vendimarrjes nëpërmjet formave të ndryshme të presionit. Kryeministri Edi Rama ka refuzuar ta shkarkojë Belinda Ballukun, pavarësisht masës që u mor ndaj saj fillimisht ishte e pandehur dhe pas rreth 2 javësh asaj u komunikua edhe zyrtarisht një vendim gjyqësor që e pezullonte nga detyra. Vet Balluku nuk dha dorëheqje apo të firmoste e aprovonte vendimin e gjykatës, paktën në publik, pavarësisht se nuk ka shkuar në zyrën e saj që prej firmosjes së pezullimit nga detyra. Në këto rrethana, çështja ka mbetur për zgjidhje në gjykatën kushtetuese, nëse masa e pezullimit dhe ndalimit jashtë vendit është një masë kushtetuese, janë krijuar kushtet për ta bindur gjyqësorin dhe drejtësinë që të ndërmerret një veprim i tillë dhe konsiderohet në fakt, është fakt që për herë të parë në funksionin e zëvendës kryeministres dhe njëherësh ministre e energjisë dhe infrastrukturës ka një vendim gjyqësor të një gjykate shqiptare që e pezullon nga detyra dhe i ndalon daljen jashtë vendit. 12 dhjetor është data që e përcakton ku tokat e zeza të gjykatës kushtetuese do të vendosin nëse miratojnë vendimin e gjykatës së posaçme apo pranojnë pjesërisht ose plotësisht ankimin dhe kërkesën e kryeministrit për vartësën e saj. Ndërkohë që në